Nëse vuani nga gjëndra tiroide, urgjent hiqni dorë nga këto ushqime. Nëse vuani nga tiroidet, janë disa ushqime që mjekët rekomandojnë të mos i konsumoni asnjëherë, sepse mund të rëndojnë në situatën tuaj. Kjo pasi ato mund të prekin të gjitha proceset metabolike të trupit. Shqetësimet që provokojnë tiroiden jo domosdoshmërisht kërkojnë trajtime mjekësore me ilaçe. Janë edhe disa ushqime të cilat mund të krijojnë vërtet efekte negative dhe duhet i shmangni në rast se vuani nga shqetësimet e tiroides. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sipas Healthline, këto janë produktet ushqimore të cilat duhet të tregoheni të kujdesshëm, t'i zëvendësoni ato me produkte sa më natyrale, ose edhe me ato që ju përshtaten më shumë në dietën tuaj sipas këshillës së mjekut. Sipas ekspertëve të Healthline, duhet të evitoni konsumin e tepërt të sojës. Ju duhet të konsumoni një dietë e cila me sasi duhet të jetë në minimale të përmbajtjes së sojës, pasi ky produkt ushqimor pengon absorbimin e trajtimit në rast se po merrni medikamente për tiroiden. Nëse jeni një person që vuani nga tiroidja dhe merrni medikamente, tregoni të kujdesshëm me sasinë e sojës që konsumoni. Sheqernat e tepërt mund të jenë të dëmshëm në situatën tuaj aktuale. Të evitosh produktet që përmbajnë sasi të madhe të sheqerit të rafinuar është thelbësore mbi të gjitha nëse bëhet fjala për problemet autoimune të tiroides. Këto ushqime mund të ketë efekte negative të pankreasit dhe të funksionit të tij, që mund të reflektojnë gjithashtu edhe në rezistencën tuaj ndaj insulinës. Kjo mund të reduktojë ndjeshëm gjithashtu nivelet e hormoneve dhe të dëmtojë më shumë shëndetin tuaj të tiroides. Pirja e tepërt e kafes në situatat tuaja aktuale mund të sillet me efekte anësore për shëndetin e tiroides. Reduktimi i konsumit ditor të kafes është i domosdoshëm në rast se keni probleme me tiroiden. Edhe pse një konsum i kontrolluar i kafes nuk është i dëmshëm, një sasi tepër e madhe e kafes mund të dëmtojë seriozisht punën e veshkave dhe të rëndojë gjithashtu më shumë shëndetin e tyre. Ndaj nëse jeni një person që vuani vazhdimisht nga gjëndrat e tiroides, tregohuni më të kujdesshëm me sasinë e kafes që shtoni në dietën tuaj. Tregohuni të kujdesshëm gjithashtu edhe me ushqimet e skuqura. Reduktoni konsumin e ushqimeve të skuqura nëse po kuroheni për tiroiden, pasi ato pengojnë gjithashtu ilaçe të kryejnë funksionet, madje ndikojnë negativisht edhe në prodhimin natyral të hormonit të tiroides. Tregohuni më të vëmendshëm me ushqimet që shtoni në dietën tuaj, pasi në përfundim mund të krijoni komplikacione edhe më të rënda të shëndetit të tiroides. Gjëndrat tiroide janë ndër sëmundjet më të përhapura te njerëzit, dhe sado që të kurohen, ato vazhdimisht përsëriten. Tiroidet shkaktojnë edhe shumë probleme të tjera për shëndetin, ndaj një vëmendje e çmuar duhet i kushtohet edhe dietës suaj. Ka dy lloje kryesore të tiroides, siç janë hipotiroidizmi dhe hipertiroidizmi. Pra e para ka të bëjë gjithashtu edhe me prodhimin e tiroides që nuk prodhon hormonin e mjaftueshëm. Kjo mund të ndodhë kur tiroidet keq funksionojnë. Sot në këtë video do ju tregojmë listën e ushqimeve të cilat nuk duhet i konsumoni ose t'i evitoni në dietën tuaj, pasi mund të ndikojnë drejt për së drejti në shëndetin e tiroides dhe të krijojnë komplikacione të saj. Tregohuni më të kujdesshëm me dietën me ushqime të shpejta, pasi këto mund të ndikojnë në përkeqësimin e shëndetit tuaj të tiroides. Nëse keni probleme me gjëndrën tiroide, por jo vetëm, është më mirë të mos konsumoni ushqime të shpejta të blera edhe ato të fast foodeve. Më mirë të merrni pak kohë dhe të dilni nga shtëpia për të konsumuar një ushqim të shijshëm dhe të evitoni ushqimet e fast foodeve, sepse mund të ndikojnë në përpunimin e hormonit tuaj. Ushqimet e paketuara gjithashtu mund të luajnë një rol negativ në shëndetin e tiroides. Njësoj si ushqimet e shpejta dhe ushqimet e përpunuara përmbajnë një sasi tepër të madhe të natriumit, por rrallë gjithashtu ato përmbajnë edhe kriprat e jodizuara. Nëse nuk na besoni, filloni të kontrolloni etiketat e ushqimeve tuaja që blini. Gjithashtu, shumë nga këto produkte, madje edhe ëmbëlsirat, përmbajnë më shumë se 20% të kompensimit tuaj të përditshëm të natriumit për një racion.
Për të mos rrezikuar me shëndetin nga tiroidja ose nëse po vuani prej tyre, sigurohuni të konsultoheni me një ekspert të shëndetit dhe të bëni përzgjedhjen e duhur të dietës suaj për të evituar kështu ndikime negative të këtyre ushqimeve në dietën tuaj ditore. Personat të cilët do vuajnë nga problemet e tiroides duhet të jenë të kujdesshëm me konsumin e grurit. Sëmundja celiake është një çrregullim në të cilën trupi nuk mund të trajtojë glutenin në kokra si gruri, elbi ose thekra. Për këtë arsye që nuk plotësohet qartë, njerëzit me sëmundje celiake gjithashtu kanë një risk të lartë për çrregullimet e shëndetit të tyre të tiroides. Pra, nëse jeni diagnostifikuar me celiak, shmangni glutenin, pasi do të jetë e rëndësishme kjo për shumë arsye. Jo vetëm që do të ndihmojë në tretjen e shëndetshme, por do të zvogëlojë gjithashtu edhe riskun e zhvillimit të çrregullimeve të tiroides. Nëse vuani nga problemet e tiroides, tregohuni të kujdesshëm edhe me sojën e shtuar në vaktet tuaja ditore. Ka pak informacione mbi shëndetin që shkakton soja, sepse konsiderohet si një zëvendësues i shëndetshëm ndaj produkteve të mishit, por përdorimi i saj në mënyrë të tepërt dhe në sasi të mëdha mund të krijojë efekte negative në shëndetin e tiroideve. Prandaj, nëse shtoni soje në vaktet tuaja ditore, flisni me një mjek për të evituar kështu kundërindikacionet që ajo mund të shkaktojë. Mishi i organeve të brendshme. Mishi i organeve të brendshme, siç janë për shembull mëlçia, veshkat dhe zemra, nuk parapëlqehen vitet e fundit. Këto shkurtime më pak popullore të mishit ofrojnë një ton të acidit lipoik, i cili është i njohur gjithashtu për reduktimin e inflamacionit dhe funksioneve sa më të mira të organizmit. Për fat të keq, acidi lipoik mund të ndikojë edhe në funksionet e tiroides nëse ju merrni më shumë prej tij. Por ky mund të riskojë gjithashtu edhe shëndetin e saj. Ekspertët tregojnë në një zëri se nëse jeni një person që vuani nga shëndeti i dobët i tiroides, atëherë tregoni të kujdesshëm me atë që shtoni në dietën tuaj, pasi mund të ndikojë gjithashtu edhe në një sër procesesh të tjera. Ekspertët thonë se nëse vuani nga tiroidja, flisni me mjekun tuaj përkatës për të bërë një dietë enkas për ju, e cila do ju ndihmojë në menaxhimin më të mirë të problemeve të tiroides. Gjithashtu, perimet mund të kenë ndikime të çuditshme në pjesën më të madhe të shëndetit të tiroides. Perimet duke përfshirë këtu brokolin e lakrën, lule lakrën, karrotën janë shumë të shëndetshme sepse ofrojnë edhe shumë fibra, vitamina dhe minerale të rëndësishme për organizmin tuaj në tërësi, por kanë edhe anën e tyre negative. Këto perime janë unike sepse përmbajnë komponentë sulfuroz të quajtur glukozolate dhe ullëtimet tregojnë se ato kanë mundësi të luftojnë stresin, por mund të kenë edhe ndikime në shëndetin e tiroides. Si përfundim, lajmi i mirë se sëmundja tiroides nuk do të ndryshojë shumë në dietën normale. Rëndësia e shmangjes së ushqimeve të caktuara mund të jetë një rëndësi e të madhe për shëndetin e tiroides dhe evitimin e komplikacioneve të saj. Nëse jeni një person që vuan nga tiroidja, si fillim duhet të konsultoheni me mjekun tuaj përkatës, të bëni gjithashtu një dietë e cila ju përshtatet më shumë në rastin tuaj specifik. Flisni me mjekun tuaj dhe konsultohuni me të, se cilat janë ushqimet më të përshtatshme, të cilat me patjetër duhet i keni pjesë të dietës suaj, dhe ato ushqime të cilat ju ndikojnë negativisht në shëndetin e tiroides. Flisni me mjekun tuaj gjithashtu edhe për kripën dhe konsumin e algave të detit në dietën e rregullt. Jodi është një mineral shumë i rëndësishëm për hormonet e tiroides, por nëse merrni më shumë se 1100 mikrogram në ditë, mund të përkeçoni më shumë shëndetin e kësaj gjëndre. Prandaj, duhet të flisni me mjekun tuaj për çdo ndryshim që mund të bëni për dietën tuaj të përgjithshme. Gjithashtu, endokrinologu mund t'ju ndihmojë nëse po merrni sasinë e caktuar të duhur të këtyre ushqimeve në dietë dhe cilat janë ato të cilat ju përshtaten më shumë sipas problemeve tuaja specifike që mund të keni. Mos harroni, për çdo ndryshim që bëni, konsultohuni me mjekun tuaj përkatës. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.